Doja por e meritoi, goditi bashkëshorten 14 herë me thik, dënohet me burgim të përjetshëm shqiptari në Greqi. Gjykata e Athinës ka dënuar me burgim të përjetshëm 52 vjeçarin shqiptar Eduard Dana, i cili u shpall fajtor për vrasjen e bashkëshortes së tij, Enkeleda Danaj, ngjarje ndodhur në 16 maj 2024 në kryeqytetin grek. Përveç burgimit përjetshëm, ai u dënua edhe me 5 vite burg për posedim dhe përdorim të palishëm të armëve, si dhe me një gjob prej 5.000 eurosh. Gjatë leximit të urdhrit unanim, kryetari i gjykatës theksoi vrasja ishte një akt i pranuar nga i pandehuri dhe është kryer me një dhunë dhe egërsi të veçantë. Thika ishte ngulur në barkun e viktimës. Ai shtoi se i pandehuri është një person i dhunshëm dhe i papërgjegjshëm, aq sa nuk mund të mbante mend as datat e lindjes së fëmijëve të tij, një fakt që është i papranueshëm. Gjykata konfirmoi gjithashtu se vrasja ishte parapërgatitur pasi pandehuri kishte veshur kapele, kishte marrë taksi dhe ishte futur në një hotel pas krimit. Kur u arrestuai, tha policit, e meritoi. Motivacioni ishte xhelozia ekstreme dhe urrejtja, theksoi kryetari i gjykatës, duke refuzuar kërkesat e të pandehurit për ndryshimin e akuzave. Sipas dosjes së hetimit në 16 maj 2024, rreth orës 6 mëngjesit, pandehuri shkoi në shtëpinë e viktimës, e cila po dilte për punë. Ai e sulmoi dhe i shkaktoi mbi 14 plagë me thik, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në fillim të gjykimit, dëshmoi vajza 22 vjeçare viktimës dhe sulmuesit. Ajo nuk ja hodhi asnjëherë syt babait të saj dhe tha se ai kurrë nuk kishte penduar për vrasjen e tij makabre. Vajza tregoi se babai kërkoi falje vetëm një herë, por më pas filloi të fyej nënën e saj dhe i thoshte se edhe se do ta vriste dhe se do të ishin së bashku në jetë apo në vdekje. Folëm një herë, ai më kërkoi falje, por pastaj filloi të mallkonte nënën. Ai tha se do të vras, do të jemi bashk në jetë a në vdekje. Gjithmonë kishim tensione në shtëpi. Babai im ishte i dhunshëm ndaj mamas time. Ai e rrihte gjatë gjithë kohës. Më kujtohen incidente të tilla gjatë fëmijërisë time. Ai ishte shumë xheloz dhe nxirrte justifikime. Unë isha fëmia që e dinte në shkollë se babai i tij po e rrihte maman e tij. Mama ime na çonte në shkollë dhe ajo kishte gërvishtje në qafë, tha vajza e viktimës në dëshminë e saj. Ajo përmendi edhe periudhën kur babai kishte mbetur pa punë dhe pinte shumë, që i shkaktonte përplasje të vazhdueshme. Ajo tha se pasi prindrit u ndan, babai u largua në Shqipëri dhe gjatë asaj kohe e telefononte dhe fyente duke i thënë se ajo mbështeste nënën. Sipas saj, ai nuk kishte pranuar kur ndarjen. Ai ishte i papunë dhe pinte, ai rinte në shtëpi me orë të gjata dhe grindjet ishin më intensive, prandaj u ndan, u divorcuan. Unë isha 14 vjeç në atë kohë. Ai u largua në Shqipëri. Unë dhe vllai kishim shkuar ta shihnim një herë. Ai më telefononte dhe më mallkonte dhe më thoshte se mbështesja maman time. Ai nuk e kishte pranuar që po divorcoheshin, tha ajo. Më pas vajza tregoi për kthimin e babait në shtëpi pas 2 vitesh, ku kishte bërë terapi për varësinë nga alkooli dhe përpjekjen për t'u rikthyer në familje. Megjithatë, ai rifilloi të pinte dhe kjo shkaktoi tensione. Ndonse nëna kishte kërkuar që ai të mos pinte për t'u kthyer, ai nuk e respektoi këtë kusht. Pas vitit 2020, ai bëri disa trajnime për alkoolin dhe u kthye në shtëpi, tha ajo. Vajza dëshmoi se edhe për periudhën kur babai ndiqte dhe i kontrollonte fshehurazi, ai tha se nuk mund ta pranonte ndarjen dhe se babai e konsideronte nënën si pronë të tij dhe nuk donte që ajo të ishte me dikë tjetër. Ai më telefononte shumë herë dhe më tregonte gjëra që nuk mund t'i dinte. Mami im kishte ikur me vllain tim për Pashkë dhe dinte që isha vetëm. Ajo po na shikonte. Ai nuk mund ta pranonte ndarjen. Ajo ndjente se do t'ishte gjithmonë gjyqi i tij, do t'ishte pronë e tij dhe ajo nuk do t'ishte në gjendje t'ishte me askën tjetër. Mami im më kishte thënë se e ndjente atë pas saj, tregoi ajo. Në ditën e vrasjes, vajza tha se kishte marrë mesazhe nga babai dhe kishte parë një gazetare që i kërkonte informacion. Ajo e kuptoi menjëherë se babai kishte vrarë nënën. Ai kishte dërguar disa mesazhe një ditë më parë. U zgjova në mëngjes dhe dikush ra në derë. Ajo më tha se ishte gazetare dhe më pyeti nëse dija çfarë kishte ndodhur. Ajo po më thoshte se diçka kishte ndodhur. E thira mamin dhe ajo
nuk e mori telefonin, edhe pse gjithmonë e bënte. Zbrita poshtë dhe u thash policëve se ishte mami im dhe doja ta shihja, që në momentin e parë thash se ai e kishte vrarë. Ai tha se ai do të vras, do të jemi bashkë në jetë a vdekje. Ky ishte arsyetimi i tij. Ka rrëfyer 22 vjeçarja. Dëshmitari tjetër ishte vllai i viktimës, i cili tregoi se i pandeuri e kishte trajtuar motrën si pronë dhe se dhuna ishte vazhdueshme e përfshirë, edhe raste kur i kishte mbajtur kokën në gëlqere.